Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Angela për të gjithë ju që po i shihni videot e mia për herë të parë. Sot është ditë e martë, unë jam zgjuar herët, edhe kam përgatitur këtu mëngjesin tim, kam bërë një tost, kam edhe pak kefir, jam fiksuar me kefirin edhe është kefiri që marr tek Konadi, nuk është i shtrenjtë, është diku tek 1600-1700 lekë. Edhe e çoj goxha ditë sepse nuk është se e pi shumë. Unë jam bërë gati, kam veshur xhinset, kam veshur këtë bluzën jeshile me këtë jakën kështu me tantel. Poshtë kam veshur këto loafersat e zeza. Nuk e di se sa më shkojnë sepse tani sa po i vesha dhe duhet i shikoj tek pasqyra nëse më rrin mirë apo jo. I kam veshur me çorape të gjata të zeza. Keni parasysh ato çorapet. Edhe tani do ha mëngjesin. Edhe çfarë do bëjmë sot? Unë kam menduar të dal poshtë në qendër, të pi një kafe vetëm, sepse duhet ndonjëherë njeriu të pi dhe kafe vetëm, të qetësohet, të ketë ato mendimet e tija, të mendoj për të ardhmen, për hallet, për gjërat, edhe do dal të pi një kafe vetë. Madje dua të provoj të përgatis vetë panetone në shtëpi. Kam provuar edhe para 2 vitesh, por para 2 vitesh nuk e kisha furrën e mirë edhe besoj se ka ndikuar shumë. Por duke u rritur dhe unë, duke parë më shumë, duke provuar, besoj se do arri t'ja dal që ta përgatis panetonen, pavarësisht se ajo nuk është një ëmbëlsirë të themi që përgatitet tani për pastaj, ajo do që ta nisësh sot edhe mbas 2 ditësh të mbaroj, sepse ka ato proceset e veta, kështu që duhet të shkoj te Konadi, sepse jam e sigurt që atje mund të gjej nga ato frutat jo të thata, janë ato lëkurët e portokallit, të limonave, besoj se më kuptoni për çfarë them, që panetonet i kanë brenda, edhe do shkoj të shikoj tek Konadi nëse do t'i gjej aty. Do vim vërdall atje, do shikojmë pak dyqanet, nuk kam në plan të blej asnjë gjë, sepse duhet t'i marr me vete për në Finlandë dhe nuk dua të ngarkohem edhe të blej budalliqe këte, kur atje mund të gjej plot gjëra. Gjithashtu, këto ditë kam qenë edhe në kërkim të advent kalendar për ta marr atje. Kam gjetur 2 copë që më pëlqejnë, por nuk jam e sigurt se kë do të marr. Por do e marr kur të shkoj atje, jo këtu, normal. Dhe kështu, domethënë jam duke punuar edhe për vlogmasin, çfarë videosh do bëjnë, çfarë gjërash do bëjnë, çfarë aktivitetesh. Gjithashtu unë në dhjetor nuk do jem vetëm në Finland. Unë jam me Xhesin atje me njerëzit e mi, por do jetë dhe një person tjetër që ju e njihni, keni parë në videot e mia, por nuk do ja u tregoj që tani. Kështu që tani unë do ha mëngjesin tim, t'i lëm llafet, sepse na shkovi ora 10 këtu. Do ha mëngjesin tim, do marr çantën dhe do dal. Ndërkohë unë jam bërë gati, siç ju thash, vetëm buzët nuk kam lyer për arsye se do ha buk. Edhe kështu kemi një super kohë. Koha këtu po mban super mirë. Është freskët, por është super diell. Ndërkohë në Finland kishte rënë dëbora e parë para 3 ditësh, edhe është goxha ftohtë, domethënë ishte 1 gradë edhe ndjehej si -7. Imagjinoni çaj ftohti që është në atë vend. Kështu që do i shfrytëzoj këto ditët e mbetura këtu në Tiranë me diell, përpara se të shkoj në atë vendin e ftohtë dhe me dëborë. Kështu që tani po ha mëngjesin dhe shihemi pas pak. Mëngjesi nga dita tjetër. Unë dje nuk regjistrova gjatë pjesës së mbasdites, sepse deri në orën 4 ne kemi qenë tek thonjt, sepse isha unë, Adela dhe motra e saj, dhe kemi bërë të 3 thonjt dhe imagjino, 2 prej nesh kishin me tipsa, njëra i kishte thjesht, edhe imagjinoni se sa orë na është dashur që të bëjmë të 3 thonjt, që në orën 12 dhe deri në orën 4 ne kemi qenë tek thonjt, në orën 5 kam marrë në shtëpi, kam qenë gjithë ditën pa bukë që në mëngjes, edhe kur kam marrë kështu si e babsditur. Edhe nuk regjistrova asgjë se isha shumë e lodhur dhe më kapi dhe një dhimbje koke, edhe nuk ju tregova asgjë, as se si i bëm thonjt dhe se çfarë bleva unë tek Toptani. Ju thash që do bëj panetone.
Si fillim do ju tregoj thonjt. Këto janë thonjt që unë kam bërë. Është kjo ngjyra vishnjë e mbyllur që ka dalë tani. Edhe janë me tip, sepse thori im ishte shumë shkurtër dhe unë e kam thonjt shumë të dobët dhe më këputet. Kështu që detyrojmë që i bëj me tips. Edhe kësa radhë i bëm në një vend tjetër, do me thënë tek njëra ku i bën Adela, jo tek ajo që i bëja më përpara unë që mi bën të skandal, por tek një tjetër, shikoni pak se sa mirë që duken. Nuk e di a i dalloni mirë. Edhe këto janë thonjt, janë bërë pak të gjatë, në përgjithësi unë i mbaj thonjt të shkurtër, edhe ato ma mbushën mendin që t'i bëja në këtë lloj forme dhe kaq të gjatë. Por që hajt, njërë në kaq që i bëj unë, po e shty po e shty me këto thonjt e gjatë. Këto janë thonjt. Pra Adela i bëri French me këtë ngjyrën këtu, ndërsa motra e saj i bëri ngjyrakulli. Por lëm thonjt, kalojmë tek pjesa çfarë bleva tek Toptani. U futa tek Rossmann edhe mora këtë concealerin që është hera e dytë që e marr. E ka marrë dhe një herë tjetër. E ka marrë tek Rossmann, është i esencës. Nuk është i shtrenjtë, por më pëlqen mbulimi që të bën. Edhe mua më kishte mbaruar, edhe isha duke marrë ato të fundit me furçën e saj që s'po nxirte më e shkreta. Edhe mora këtë nga Essence Concealer. Gjithashtu, ju thash për Panetone, te Konati po kontrolloja për ato gjëra që i vendosen Panetones brenda, të portokallit, të limonit. Nuk e di se si quhen në shqip. Mirë po nuk kishte paketime, por ishin këto në për vasketa. Edhe kishte ananas, kishte banane, por unë banane të thata kam. Por nuk e dija do t'ja vendosja pse janë goxha të forta. Edhe mora këto të papajës, të cilat u pendova shumë që i mora, sepse nuk e di a do dalë jashtëshme, janë në këtë lloj forme, janë të gjatë. Ne i hapëm kur ishin tek thonjt sepse na hahej buk shumë. Edhe thash po ju qerasja me një papaj. Më ngjan shumë, edhe Adela tha, që ngjan shumë me reçelin që bëhet me lëkurën e bostanit, që e bën dhe mami, me del shumë e shijshme dhe kishte shumë gjashmëri me të, është sheqerosur. Edhe unë fakt s'kisha provuar papajas si frut tamam, as kështu të tha. Edhe do shikojmë se do dali Panetone, nuk e di a do t'ja shtoj apo jo, por që e mora këtë. Gjithashtu tek Rossmanni mora këto cranberries që janë të thata. Por këto do t'ja shtoj se këto janë shumë të mira dhe këto i hapëm sepse na haje diçka atje. Këto ishin të gjitha çfarë bleva. Sot unë nuk do dal fare nga shtëpia, po fare, vetëm do lë takimin për nesër që të bëj që të mbush një dhëmball që kam. Edhe sot nuk do dal fare, mendova të shkoja nga liçeni për të ecur, po përtoj shumë, pavarësisht se koha është super e bukur. Por duhet të kish edhe shoqëri. Unë nuk e di, mendoj se do mërzitem vetë po të dal. Edhe pse herën e kaluar ja kalova shumë mirë, flokët e mia janë akoma të drejta, sepse unë kur i drejtoj flokët i mbaj 5-6 ditë ashtu të drejta, sepse floku im është shumë i thatë dhe e lë edhe që të më yndyroset pak, edhe sot kam ditën që do t'i laj flokët. Edhe do kujdesemi për veten, do lahem, do përgatisim brumin e dytë për Panetone, sepse do ju tregoj tani edhe brumin e thartuar që bëhet për Panetone, që duhet ta bësh ditë para, dhe unë e përgatita dje në darkë, edhe të po e shikoja edhe tani në mëngjes që ai ka ardhur, ka marrë pak atë erën e thartirës, edhe do ja tregoj, do përgatis dhe brumin e dytë që duhet për Panetonen, por unë tani po kujtojmë që nuk kam gjalp mjaftueshëm dhe duhet të shkoj në supermarket që të blej gjalpin, ose nuk e di, si jam e sigurt kam apo s'kam. Duhet të kontrolloj. Tani po ju tregoj pak brumin që kam zënë që dje, edhe do përgatis mëngjesin sepse po më hahet edhe buk. Dhe nuk e di se çfarë të bëj për drek. Për drek mendoj të përgatis byrek, por do shohim gjatë ditës, do ja u tregoj se mos bëhem shumë e lodhshme se kam vetëm 5 minuta që po flas dhe nuk po mbaroj. Shikoni, tani t'ju tregoj pak brumin që kam futur te ky tasi. Shikoni pak se si ka ardhur. Edhe kjo do përdoret për Panetone. Në duhet, sa duhet, 60 gram nga ky brumi. Besoj se e kemi. Por përpara se të merrem me Panetone, do ham mëngjesin.
será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? Cardo o ceniza, ¿cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme? Y cómo mi corazón si estoy de muerte, mi corazón si estoy de muerte. Bëra gati të gjithë përbërësit që do na duhen për brumin e parë për panetonen, por do na duhen edhe vezë të tjera, të verdha vezësh, edhe gjallë, kështu që do iki tek dyqani lagjes që ti marr, edhe shihemi pastaj. Procesi i parë i bërjes së brumit ka mbaruar dhe mua më duket një super brum. Do më thënë është tamam si në videot që shohim kur bëjmë panetone. Shpresoj të më dalë e mirë dhe mos ta marr vetëm sysh. Edhe tani duhet ta lëm këtë brumin që kam përgatitur për 12 orë. Dhe 12 orë i bie në orën 12 të natës, sepse ora është 12 e drekës tani. Kështu që unë në 12 të natës se besoj, por që mbase nesër do bëj procesin tjetër të brumit. Këtu kam përgatitur të gjitha frutat e thata që do t'i shtoj panetones brenda, por duhet t'i bëjmë një ditë para në mënyrë që ato të marrin të gjithë shijen e njëra tjetrës, edhe të dalin më e shijshme. Shikoni pak se sa ngjyra të bukura. Tamam ngjyra vjeshte. Unë e provova pak, se s'mund të rija pa e provuar. Edhe është gati. Thjesht duhet ta lëm tani deri nesër që ta përdorim tek brumi tjetër. Byreku është gati. Ja ku kam bërë një byrek shumë të vogël, sepse nuk dua të ha 3 ditë byrek. Edhe bëra byrekun me presh, që ju thash, edhe tani do vendosim që të piqet. Unë lava ndërkohë gjitha enët, nuk e di. Më lodhën shumë këto enë. Sa po bëra dhe dush, bëra dhe skincare-in tim, vendosa këto maskat tek fytyra, patches më duket quhen. Edhe byreku është gati dhe mezi pres që ta ha, por duhet të ftohet. Që shikoni, kam bërë këtë tepsinë e vogël, edhe është pjekur, unë kam qef kur bëhet krokante, që t'jetë pak e fortë, edhe tani është kohë që unë duhet të ha drekën. Do t'ju tregoj tani se si të përgatisim gështenjat më të mira. Ndërkohë gjendja ime o zot, kam kapur një gërshet, jam me bijamet e mia të ngrohta, sepse po mbërdhia shumë. Edhe do ju tregoj se si të përgatisim gështenjat më të shijshme dhe më të mira. Si fillimisht, gështenjat do t'i çajmë në katërsh dhe unë i zjej rreth 20 minuta. Derisa të fillojnë të zbuten, dhe më pas do t'i vendos tek tava e furrës, do t'i hedhim pak krip, edhe do t'i pjekim, edhe bëhen akoma dhe më të mira kur ne i zjem në fillim dhe më pas i pjekim. Nga dita tjetër. Sot është ditë e premte. Është një super kohë përsëri. Unë dje nuk xhirova asgjë sepse siç ju thash një ditë më përpara,
dhe shkoja tek dentistja. Kam shkuar dje, kam dhënë një orë atje për të mbushur një dhëmball, edhe ishte pak e dhimbshme. Edhe pas asaj kam qenë me mami Bono për një vizitë tek syt, edhe me iku gjithë mbas dite, domethënë duke ardhur vërtet sa te dentiste sa tek spitali, dhe nuk është se bërëm ndonjë gjë interesante dhe nuk filmova, por nuk ju tregova se si doli panetonia. Tani, për mendimin tim, si një fillestare në përgatitjen e panetones, shijen e kishte identike, kishte një shije shumë të mirë, më ngjante shumë me panetonen. Por nuk e di, do me thënë panetonia kur bëhet edhe e konsumon, ajo hiqet fije kur e këput me dorë dhe do që ta hash, kurse kjo imja nuk e kishte arritur besoj atë konsistencën që ta këpusësh dhe të dali fije panetonia. Nuk e di jam kuptoni, por në përgjithësi edhe në pamje edhe në shije ka dalë shumë e mirë, por vetëm ajo do me thënë nuk më doli do me thënë siç duhet, siç është një panetone që del fije brumi, por ka dalë pak më ndryshe. Por gjithsesi, si fillestare, si hera e parë që e përgatis një panetone tamam siç duhet, se nuk e quaj atë që bëra para 2 vitesh, ka dalë mirë. Nga 10 mendoj se duhet të marr një notë 7. Sepse kam akoma dhe shumë punë derisa të përmirësohem edhe të dali tamam receta e panetone siç duhet. Po ja u tregoj tani edhe do bëhem gati sepse mendoj të dal për një ecje nga liçeni. Nuk kam çfarë të bëj, punët i kam të bëra. Drek mendoj të bëj një supë prej domateje. E pash në internet edhe mendoj që të përgatis një supë, duke qenë se kam ngrënë të thata këto 2 ditë. Kisha jo byrek, jo makarona, edhe mendoj që të ha një supë. Kështu që do bëjmë edhe gati për të ikur nga liçeni. Po për fillimisht po ju tregoj pak panetonen. Po e nxjerr panetonen. Që vi këtu të liçeni, them o zot sa budallaqe që janë, që nuk dal për ditë. Është një super kohë e mirë, që sot ka madje edhe më shumë njerëz, edhe unë sapo ula këtu do pi pak ujë, edhe do ha mandarinën që kam marrë me vete. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. Dhe në shtëpi pas 2 orësh fiks. Edhe tani do përgatisim drekën, gjithashtu kam menduar të bëj edhe disa mafishe, duke qenë se më kanë ngelur disa të bardha vezësh nga panetonia që përgatita dje. Edhe të mos ikin dëm, do bëj disa mafishe, i kam edhe qef. Inshallah na dalin dhe të mira, por do t'i bëjmë me tematikën e Krishtlindjeve, duke qenë se jemi afër Krishtlindjeve dhe duhet të mendoj edhe për receta për Krishtlindjet. Unë vitin e kaluar në Instagram kam bërë për rreth 14 ditë rresht receta të ndryshme Krishtlindjesh, edhe nuk e di nëse do i doni edhe këtë vit që të sjellim ide Krishtlindjesh, ide për të përgatitur darka, drekën e Krishtlindjeve, gjëra të ndryshme të kripura dhe të ëmbla. Më thoni dhe në komente nëse doni që të sjellim përsëri këto serit e gatimeve për Krishtlindje. Tani vrap të bëj drekën sepse ora është gati 1. Unë do la qenë orën 10:30 dhe ora ka shkuar 1 e drekës. Në fakt, me thënë drejtë nuk pa më hahet akoma, edhe di që ajo supa do bëhet shpejt, kështu që si fillim do përgatis mafishet. Why are you being cruel when we could have all this? Pas 25 minutash meringa jonë është gati, edhe do ta vendos tek një qese
pasticcerie ku do të krijojmë edhe format. Ndërkohë këtu kam bërë gati edhe vendin ku unë bëj videot për Instagram. Kam marrë këto drintat e pemës në mënyrë që të duket më festive. Ndërkohë këtu kemi këto zbukuruese dekoret për ëmbëlsira që do zbukurojmë mafishet. Edhe këtu është ngjyra jeshile që unë shtova, që është për ëmbëlsira, që t'i bën duart zhull, shikoni. Edhe do vazhdoj të përgatis videon edhe në fund do ju tregoj rezultatin se si do duken. Ndërkohë, mafishet i vendosa në furrë për të pjekur, të cilat duan 2 orë që të bëhen. Këtu kam domatet edhe duhet i bluajmë që të gjitha në blender edhe të krijojmë supën. Po për të ngrënë drekën. Kjo është supa që unë përgatita me domate, doli fiks një pjatë. Edhe receta thoshte që sipër t'i hidhnim edhe pak krem pana, por duke qenë se unë kam kohë që nuk e ble kremin pana dhe nuk e ha. I hodha pak kos, besoj se ka dalë shumë mirë. I hodha edhe fara susami, duke qenë se s'kisha lloj farash të tjera, hodha fara susami. Edhe ta provoj tani se si ka dalë. Ndërkohë kam edhe një copë byrek me presh, që e bëra para 2 ditësh edhe nuk e kam ngrënë. Edhe nuk doja ha me buk fare, vetëm byrekun, supën, edhe të jemi sa më lehtë. Dal ta provoj tani. Ka dalë shumë e mirë, më pëlqen. Është një supë ngrohtë fiks për këtë kohë. Ndërkohë supa s'mund të jetë ftohtë. Unë bëj dhe gafa. Tani po vazhdoj të ha drekën, më bëftë mirë. Do të shihemi më vonë me mafishet, të cilat kanë bërë fiks 1 orë në furrë, kanë edhe 1 orë tjetër. Shumë orësh, mafishet janë gati dhe po ju tregoj, kanë dalë super të mira dhe të bukura. Dhe unë i bëra videon, por duhet t'i bëj edhe një foto për Instagramin. Tani po ju tregoj edhe juve. Disa nga mafishet unë i vendosa te kjo vazoja këtu, me që ishte bosh, edhe shikoni sa mirë duke. Ndërkohë kam edhe këto të tjerat, që nuk e di ku doja u gjej vendin, por mendoj se do t'i vendos te kjo vazoja që do ju tregoj tani, është kjo këtu, e madhja. Kjo është një vazo e vjetër në fakt, por është shumë e mirë për të mbajtur ushqime brenda, në mënyrë që mos të zbuten.